unë mendoj që çdo njeri Po. ka një Shqipëri të vetë, që s'përputhet. Shqipëria ime s'përputhet me Shqipërinë tënde, as me Shqipërinë tënde, apo jo, secili ka një vizion, një përfytyrim në Shqipërisë, reprezentacione e quhen Schopenhaueri. Atë qofse po marrim rast, themi bë një piktur të Shqipërisë si e shikon ti, ose do doja ti do bën ndryshe, unë do bën ndryshe. Që ka të bëjë me gjithë. Unë them Shqipëria që kam idealizuar, ndërruar unë, po vdes. Ajo Shqipëri. Nuk po them po vdes Shqipëria. Por po vdes ajo Shqipëri. Po konkretisht. Shqipëria e fatosit në ato. Në qoftë se unë kam ndërruar një Tiranë me qendrën historike. Po. Që ruhet. Me gjelbrimin që ruhet. Me gjithë shtresëzimet e kohës, arkitektura se është më vizuale kjo, osmane, arkitektura, pastaj italiane, pastaj e komunizmit, pastaj tjetra që vjen e ndërtohet diku tjetër, siç janë qytetet. Dhe ku ka një raport të ndërtimit me gjelbërimin e njërën tjetrën, kjo Tiranë nuk kthehet dot më, ka vdekur. Dhe po vdes dita ditës, se për ditë përshkatrohen gjëra që unë i kam pika referimi. Qartë. Që është Tirana ime, s'po them Shqipëria ime. Por po e zgjeroj. Po them le të shkojmë në jug. Bile unë kam bërë një libër kur Edi Rama u bë ministër i kulturës. Atëherë 98-ën. 98-ën. Po. Që quhet bashkë me Artan Shkrelin, po. Titullohet Trashëgimia kulturore në rrezik e Shqipërisë. Po. Parathënia një faqe e ka bërë Edi Rama. Po. Dhe unë kam bërë një udhëtim në jug dhe është një reportazh i jugut të Shqipërisë. Po. Ku në një farë mënyre jap vizionin tim se si mund të bëhet ky jugu. Po. Ku restaurohen fshatrat e vjetër historik të Bregdetit, por ruhet natyra poshtë. Apo jo, ku hoteleria, nëse mund të themi, i kam dhe idet aty të gjitha. Dhe Edi Rama thot në parathënien e tij është një mrekulli që është ka shpëtuar kjo nga i kapitalizmi i egër që kishte filluar ndërtojë Shqipërinë në vitet 90. Po. Deri, ajo shkatrimet. Tani, ai jug ashtu siç është bërë, për mua ka vdekur. Ose po vdes për ditë. Qartë. Në këtë kuptim, le të dalim nga ana materiale tek njeriu, tek shoqëria. Okej. Siç thash, unë kam ndërruar një shoqëri të komunikimit, një shoqëri të dialogut që merret me traumën, që një ekonomi që zhvillohet në mënyrë normale, ku me agroturizm, dhe aty bile unë jap edhe shembull aty se si mund të ishte bërë diku te kjo, realisht. Edhe gjithë çka kam shkruar unë ka qenë për ndërtuar një shoqëri të dialogut dhe jo të konfliktit, një tani kjo Shqipëri për mua ka vdekur, bile në një farë kuptimi edhe ikja e njerëzve që vazhdon. Është një lloj vdekje e asaj Shqipërisë, se ka menduar Shqipërinë të banuar, të pabanuar kështu në shkretir, nuk e kam menduar Shqipërinë për shembull se kjo ana materiale ka shumë rëndësi, që të kuptohemi. Nuk e kam menduar që do mblidhen gjithë midis Tiranës dhe Durrësit. Kam kërkuar dhe kam shkruar që të ruhet lidhja që kemi me vendbanimet, sepse aty të zhvillojmë agroturizmin, Tropoja, ku di unë, Dukagjini, të zhvillohen rrugët, njerëzit të jetojnë dhe aty, në zonat e tyre, në fshatrat e tyre, ku janë afër burimeve materiale, dhe jo të bëhet të mlidhen gjithë këtu, dhe çfarë industrie ka këtu, se metropolet pse janë ndërtuar? Metropolet janë ndërtuar në kohën e kapitalizmit parë, sepse kishte fabrika njëra tjetër. Ku i ke fabrika këtu? Në kohën e Enverogjës kishte gjithë ato fabrika dhe ishte 170.000 banor Tirana. Fabrika e njërën tjetër, uzina traktorëve, uzina Envere, uzina Dinamo, e tjera me radhë. Ku i ke? Pse vinë këta këtu? Për çfarë vinë? Për të pasuruar një grësh njerëzit që përdorin industrinë e ndërtimit si mënyrë pasurime, gjitha këto. Kjo është shkatruar, kjo lloj Shqipërie unë nuk e shoh. Po ikin shqiptarët, një
do thuash ti po do rregullohen mbrapa. Shqipëria juaj, edhe Shqipëria që kam gjetur unë, po të më pyesje mua, unë dhe të kisha mundësi, edhe shumë gjëra që bëri komunizmi s'do t'i kisha dashur kurse si të bëshin nga gjitha anët. Merr. Por ajo ishte mësimi që kishim nxjerr nga ajo kohë, të paktën duhet na kishte bërë që të ndërtonim një Shqipëri tjetër. Atë Shqipërinë që unë e imagjinova duke u referuar dhe atyre mësimeve, midis tjerave dhe shkatrimit, po themi, që i bëri komunizmi, si fillon historia me ne, prish pazarin e vjetër për të bërë pallat kulture, gjas me kështu, prish ku diun Bashkinë e vjetër e bëj kështu. Gjitha këto që historia fillon me ne, unë kam qenë kundra kësaj. Të paktën ta ngrim historinë që kemi të kaluar aty ku është dhe të vazhdojmë të bëjmë historinë kapitull tjetër të librit të shkruajmë. Nuk nis me ne kjo. Nëse fillojnë me ne. Në këtë kuptim, unë atë Shqipëri e shoh të ashtu të vdekur. Do që po vdes bashkë me mua, si them, sa të jetoj edhe unë, është metaforë gjithmonë, kuptome, por në këtë kuptim. Ne shpresojmë që jo. Po tashi le ta gjykojmë ajo që thashun ti se kthen dot më. Okej. Atë Shqipërinë që kisha unë në kokë. Po, patjetër. Ti ndoshta nuk e ke fare në kokë, por ta marrim mend sikur ti s'ma kthen dot mua atë. Ajo po vdes bashkë me mua. Ajo që kishe ëndërruar, ajo që kishe vizualizuar. Ashtu si e vizualizuar. Dhe këtu të bëj dhe një ashtu korrigjim të vetvetes. Unë nuk jam ai që pretendoj se ashtu si e doja unë dhe duhet të ishte ashtu si e doja unë dhe s'ka tjetër. Po unë kam menduar që mund të jem unë dhe si shumë si unë, që se s'kam, këto që thash nuk janë gjëra që kam thënë vetëm unë, do donin të ishin në rezultanten tek e fundit. Se më thënë, pa biznesmenët do thonë, pa prita se duhet bëjmë dhe trene, duhet bëjmë dhe gjëra moderne, nuk do rrujmë vetëm gjërat e vjetra, si çdo ti tiranë historike, njërën tjetër. Dhe kjo është legjitime, patjetër. Dhe të paktën rezultantja të ishte diçka tjetër, po jo që diçka e mesme, po të më bësh mua që të them se kam thënë nga njëherë dhe kështu, s'kam arritur të shpëtoj dot asnjë pemë. Është rënd kjo të ta them unë këtë. S'kam arritur të ruaj dot asnjë pemë nga ky barbarizëm në këtë qytet. E them nga njëherë dhe këtë. Ja, kjo është. Nuk e di. Ndërkohë duke qenë se jemi në minutat e fundit, doja të pyesja pak për jetën në Itali. Ju e ndani një pjesë të mirë të jetës tuaj jetën tuaj mes Italisë dhe Shqipërisë. A ishte Italia një vend mikpritës për ju? Plotsoi në një lloj forme këtë boshllëkun që ju dha vendi juaj origjinës? Shiko, Italia, unë u lidha me Italinë sepse u lidha me një italiane me të cilën na lindi një fëmijë në 2004, Luna, dhe detyrimisht ajo më detyroi dhe me detyrime familjare që unë të shkoj atë vit të rri në Itali dhe këtu. Asnjëherë nuk kam menduar që të rrije vetëm atje, sepse puna, pasioni, kuptimi i jetës time, amor fati që ishte që t'i jepja kuptim atyre vuajtja atij burgu dhe asaj jete në Shqipëri, ndërsa dhe ajo ka qenë, domethënë, ka mbetur, nuk ma plotëson dot Italia atë, se po të kisha lindur në Itali, dhe të kisha pas fat ndoshta të jep një kuptim jetës si italian, po unë kam lind në Shqipëri dhe dashuria ime për Shqipërinë, për gjithë çfarë më ka ndodhur, është bërë dhe kuptimi im i jetës. Këto libra që kam shkruar janë vuajtja ime që bën dhe kuptimi i jetës time, dhe kjo është lidhet me Shqipërinë. Në këtë kuptim Shqipëria është e pazënësueshme. Pastaj çfarë jep Italia? Italia ta zgjeron botën, ma ka zgjeruar botën, kemi realist, në kuptimin e gjërave që mungojnë këtu dhe ti krahason dhe shikon dhe do që to gjëra mundësisht të ndërtosh dhe në Shqipëri, gjithmonë lidhet dhe me Shqipërinë në një farë kuptimi. Po, përveç të tjerave, Italia është shumë e bukur. Kur them këtë, e them kështu, domethënë, edhe ne e duam si vend shumë. Nuk është problemi
Një gjë është të duash italianët, italianë, dhe një gjë është të duash bukurinë, të bukurën. Dostojevski ka thënë e bukura do shpëtoj botën. Ka që rëndësi e bukurisë. Bukurisë, një estetike. Unë edhe kur kam udhëtuar për herë të parë nga Gjermania kthesha nëpër Itali për Shqipëri, se kisha parë në Italinë. Unë Gjermania që e pastra shumë më duk si kartolinë, si një gjë kështu, ku Italia ishte të diçka tjetër, kishte bukurinë, historinë që ka gjitha ato, është një bukuri e rrallë që e gjen dhe se gjen në botë, dhe në këtë kuptim e bukura që thot të shpëtoj botën, që thot Dostojevski, bukuria dhe shpëtoj botën, e merr dhe se merr si vërtet, aty më shumë se kudo e shef në Itali. Për mua, unë e jetoj në Itali. Domethënë, unë një nga arsyet që kam të merr shëmtimin që bëhet në Tiranë e gjitha këto është se jetoj dhe në Itali. Është një pasuri që të çlodh, që kur del, shkon, që të çlodh aldila si thon italianët përtej raporteve njerëzore që kemi italianët. Se edhe Italia ka mediokritet sa duash, banalitet sa duash. Temperament mesdhetar janë si puna jonë. Ka të mençur edhe budallën dhe atje. Sigurisht ka një elit kulturore veçanërisht goxha të rëndësishme, edhe një histori, ma mos harroni pastaj artin, duke filluar që nga Giotto e me radhë, që shkon nëpër muzeume, është një muzeum i hapur Firenze. Është vërtet një muzeum i hapur. Edhe në këtë aspekt ruhet peizazhi, sidomos në Toskanë ku jetoj unë. Është një nostalgji e madhe, si thonë në Toskanë, thonë është këtu, thotë, siç ka qenë Uçelo kur e ka bërë këtë peizazhin, është po kështu. Uçelo ka jetuar shekuj më parë, dhe ajo s'ka ndryshuar. Për shembull, gjitha këto dhe raportet njerëzore në kuptimin jeta sociale shumë mëson diçka, domethënë jetë sociale, kinemat që folëm neve, shkon shoh filmat në kinema, nuk i shoh televizion, ka teatro, shkon në teatro, njerëzit e kanë sociabilitetin të mbledhen të hanë një darkë së bashku, është shumë e rëndësishme, relacionet njerëzore. Neve jemi prishur dhe relacionet njerëzore këtu. Dhe ajo që e quajnë italianët il bene relazionale, që një ekonomist italian, është e mira që është nga relacionet. Është si më thënë ajo që se bledhot me para, miqësinë, dashurinë, si bledhot me para. Komshillikun e mirë, gjitha këto. Aty i gjen më të konsoliduara në një nivel tjetër gjithsesi.